Tirana dhe Elbasani vijojnë të përballen me nivelet më të larta të ndotjes së ajrit në vend. Të dhënat e raportit të gjendjes së mjedisit 2025, të hartuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, tregojnë se në këto dy qytete janë regjistruar tejkalime të normave të lejuara për grimca të imta PM10, të cilat konsiderohen ndërndotësit me ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin e qytetarëve. Sipas raportit, situata më problematike paraqitet në Elbasan, ku niveli mesatar vjetor PM10 ka kaluar në rreth 49%, kufirin e përcaktuar. Ky qytet rezulton gjithashtu i vetmi në Shqipëri, ku është e kaluar dhe norma vjetore për dioksidin e azotit, duke shënuar një përkeqësim në raportin me matjet e mëparshme. Edhe kryeqyteti vijon të ketë probleme serioze në cilësinë e ajrit. Në zonën e monitorimit Tirana Higjena, përqendrimi i grimcave PM10 ka qenë rreth 44% mbi kufirin e lejuar, ndërsa gjatë viteve janë regjistruar 10 ditë me nivele mbi normën ditore. Ekspertët e lidhin ndotjen kryesisht me trafikun e rënduar urban, ndërsa në rastin e Elbasanit ndikim shtesë dhe aktiviteti industrial. Krahas ndotjes së ajrit, Tirana rezulton edhe qyteti me nivel më të lartë të zhurmës, me tejkalim të kufive të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në të gjitha pikat e monitoruara. Nga ana tjetër, shumica e qytetarëve të tjerë të vendit kanë ruajtur nivele më të ulta ndotjeje pa tejkalime të rëndësishme për disa prej treguesve kryesor të cilësisë së ajrit. Raporti i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit evidenton se pavarësisht disa përmirësimeve të vërejtura në krahasim me vitet e kaluara, Tirana dhe Elbasani mbeten zonat më të prekura nga ndotja atmosferike në Shqipëri, ku trafiku në aktivitetin ekonomik vijon të jetë në faktorët kryesor që ndikojnë në cilësinë e ajrit.